Allahu thot në Kur'an, ja ejuhel insanu, ma gharraka bi rabbika al-karim, o njeri, shiko, o njeri, ti krijes e Zotit xhalla xhelalu. Çka po të mashtron? Çka po të mashtron? Çka po të huton nga pendimi, nga kthimi tek Allahu te barekuhu teala? Pyetja ka bërë Allahu te barekuhu teala. Dhe dietarët kanë dhënë përgjigje. Ka thënë Allah po e mashtron hilmyet. Ky emri i Allahut po e mashtron. Jo që njënë Allah me këtë emën, po realisht përjetimi i këtij emri njëtë përdeshme i bënë mashtru. Butësia Allahu xhalla xhalu. Ata më katë natën, e Allah mundëson pas të me flajt mirë këndshëm. Subhanallah. Ata haram e largë rrugës Allah xhalla xhalu, Allah mundëson prapë, do më thonë, me shiu ushqimin edhe me jetu këndshëm. Butësia Allahut, a që kjo po i mashtron, pse mi but me juve? A fatizimi po i mashtron? Pse Allahu xhallahu ala po u ka shtu afatin. Më nuk ka afat, nuk e dim na kur është afati përfundimtar, kur s'ka dhënë kjo afat. Me vdekja është skadenca e afatit. Ku e din kur kimë vdek? Del mëngjes, a din që kthehesh? Pa me çfarë bazë, me çfarë siguri e shtyn ti pendimin? E shtyn kthimin, e shtyn namazin, e shtyn largimin nga harami, e shtyn mbulesën mbi çfarë baze, me çfarë guximi? Ku e ke sigurinë për këtë? Nëse kuptojnë emrin El Halim, e dojmë Allahun xhalla xhelalu. Dhe nxitojmë u pendu. Dhe nxitojmë këtë tek Allahu te bartola, ka sa Allahu xhalla xhelalu ne jap afate. Te kur e sheh çysh Allahu xhalla jap afat një mëkatari thosh, Allah, sa i durua shumë mirë. O Allah, sa i buti, o Allah, sa i mirë. Dhe kjo kthen ka vetja jote. Po adhoni jam një farllë zullumçari. E adhoni jam një farllë padrejti që bëj padrejsi. Spaku ka shi vetës. Dhe prapë Allahu më trajton me butësi e mirësi. Ani mos u merr me tjerët, merr mësim nga të tjerët, por ktheu ka vetja thosh. E ti si ke reaguar në port me emrin e Allahut El Halim? A ke nxituar të pendohesh? A ke shpejtuar të pendohesh? A ke respektu butësinë e Allahut ndaj teje? A ke qenë mirënjohës sa duhet kaq kësaj butësie dhe kësaj përgdhelje hyjnore, këtij trajtimi kaq me kujdes kaq teje? Që mos me dënu për çdo mëkat e lëshim që e bëjmë. Mos me të shkatërru për çdo neglizhencë apo krim që e bëjmë. Andaj, në ashtu dashuria, të respektojmë butësinë e Allahut te barekuhu teala, të nxitojmë ka punë të mira,